Platforma Liria ka emër pak pas minutave ka përfunduar në fakt konferencën e fundit për media para marshit të 17 shkurtit që do të organizohet në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë. Se çfarë u tha aty, mësojmë nga gazetarja Endrita Bajrami. Endrita, linja për ju. Kanë mbetur veç edhe 71 orë prej kur sheshet e kryeqytetit pritet që të mbushen plot me njerëz. Dhe kjo jo vetëm për të festuar ditën e pavarësisë, por edhe për të marshuar dhe për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë. Këtë marsh është duke organizuar Platforma Liria ka emër, të cilët në fakt pak qaste më parë mbajtën edhe një konferencë për media, siç thanë të fundit para se krejt ky organizim edhe të ndodh këtu në sheshet e kryeqytetit. Eliza Hoxha nga kjo platformë bëri me dije se deri më tani kanë marrë përkrahje nga shumë njerëz, nga shumë familje, jo vetëm nga vendi, por edhe nga rajoni, të cilët kanë theksuar se do të marrin pjesë këtu dhe do të protestojnë bashkë edhe me krejt qytetarët të cilët do të vinë këtu për të shprehur pakënaqësitë ndaj gjykimit që po zhvillohet në Hagë. E njëjta theksoi se në këtë marsh presin mbi 200.000 pjesëmarrës, pra siç tha do të jetë marshi më madhështor në historinë e Kosovës, më i madhi që ka ndodhur ndonjëherë deri më tani. Por që bëri me dije edhe që presin në fakt që qytetarët të dalin dhe t'ju bashkangjiten krejt atyre të cilët vinë këtu për t'i shprehur këto pakënaqësi. Derisa përveç Eliza Hoxhës, foli edhe Ismail Tasholli, cili bëri me dije se do të ketë në këtë organizim do të jenë 5 folës, por që të njëjtës do të jetë asnjëri do të jetë partijak, pra do të jenë folës të kategorive të ndryshme, derisa theksoi se do të jenë edhe 2 artistë të cilët do të performojnë në këtë marsh. I njëjti theksoi se i marshi pra për të njëjtin janë marrë krejt mënyrat që të shkoj sa më mirë, pra janë koordinuar me krejt institucionet që gjithçka të jetë mirë dhe të mos ketë diçka jashtë asaj që është planifikuar. Këta të dy theksuan se fillimisht, pra do të ketë edhe një aksion simbolik tek Newborni dhe më pastaj do të marshohet për të kërkuar drejtësi. Po ashtu, të njëjtit bën u pyetën nëse në fakt kanë marrë edhe mbështetje institucionale, këta bën me dije se nga institucionet komunale kanë marrë përkrahje nga krejt komunat, tani se në disa prej tyre kanë pasur të pamundur që të shkojnë fizikisht dhe t'i falenderojnë, po ashtu dhe nga institucionet qendrore thanë që kanë marrë mbështetje dhe që presin që të njëjtit të dalin këtu për të kërkuar drejtësi. Eliza Hoxha bëri me dije edhe se në fakt këtu s'po dalin për të ngritur asnjë tension, por që po dalin për të kërkuar drejtësi dhe pikërisht edhe kjo do të jetë motoja e krejt këtij marshi. Kujtojmë se pikërisht për të njëjtat arsye edhe organizata e OVL UÇK-ja ka mbajtur 4 marshe si në Kosovë ashtu edhe në rajon, po ashtu dhe në Strasburg, ku kanë kërkuar drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Faleminderit Endrit.